Me afrimin e datës së 6 prill, studentët po mobilizohen gjithnjë e më shumë për protestën e paralajmëruar. Unionet studentore nga Universiteti i Tetovës, Universiteti Nën Tereza dhe Universiteti i Evropës Juglindore ju kanë bërë thirrje profesorëve universitar që të mbështesin protestën që të mbahet më 6 prill në Shkup. Përmes një letre zyrtare, studentët theksojnë se bëhet fjalë për një çështje thelbësore, e cila lidhet me respektimin e të drejtave të garantuara me kushtetutë dhe ligj, konkretisht me mundësinë e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Po kërkojmë një të drejtë që na takon me kushtetutë dhe ligj, por që për vite me radh u mohohet kolegëve tanë, mundësinë për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Duke parë politizimin, refuzimin dhe pengesat që na paraqiten, 3 unionet e studentëve kanë thirrur protestë më 6 prill ora 12:30 në Shkup, duke filluar marshut nga ura e Gurit. Ata kërkojnë solidaritet dhe përkrahje nga stafi akademik, duke vlerësuar rolin e profesorëve si faktor kyç në mbrojtjen e standardeve dhe të drejtave në arsim. Sipas tyre, kjo nuk është vetëm një kërkesë studentore, por një çështje që prek drejt për drejt dinjitetin dhe barazinë në sistemin universitar. Ndërkaq, mbështetje për studentët kanë dhënë edhe nga organizata Nkatror. Sipas tyre, situata aktuale krijon trajtim të pabarabartë dhe bie ndeshje si shton me parimin që institucionet publike duhet të shërbejnë të gjithë shqiptarëve. Një sistem i drejtë fillon me qasje të barabartë në të. Mbështetja e kësaj iniciative nuk është vetëm për gjuhën, por për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe moderne. Nkatror qëndron me studentët. Nga organizata Nkatror i bëjnë thirrje Ministrisë së Drejtësisë, Kuvendit edhe të gjitha institucioneve përkatëse që si shton të veprojnë me urgjencë për të mundësuar zgjidhje të drejtë për këtë çështje.